Besimtarët bektashian në Kërqov kremtuan ditëlindjen e Imam Aliut, të njohur si Dita e Nevruzit. Dita e Sultan Nevruzit njihet si Dita e Fisnikrisë bektashiane dhe Dita e Ringjalljes së Madhe. Kjo ditë nis me urimet më të mira për mbarësi, mirëqenie, paqe, për të cilën u kujdes duke uruar nga afër Baba Ejupin, edhe kryetari i komunës Fatmir Dehari. Sipas besimit bektashian, festa e Nevruzit shënon fillimin e vitit të ri dhe përkon me ditëlindjen e Imam Aliut në Qabe. Në këtë ditë, çdo gjë mund të ringjallet, lind shpresa, ringjallja për gjithë njerëzimin. Ajo është një ditë e re, ku të gjithë shpresojnë për një të ardhme më të mirë. Me rastin e kësaj feste, në mjediset e qendrës së Teqes në Kërqov, u zhvillua ceremonia tradicionale fetare, ku besimtarë dhe simpatizantë të këtij besimi ishin për të uruar Baba Ejupin, ku në mesin e shumë qytetarëve për të uruar ishte edhe kryetari i komunës së Kërqovës Fatmir Dehari, i cili pasi mori bekimin nga Baba Ejupi për të qenë edhe më tej në krye të institucionit që drejton, nga ana e tij në këtë bashkëbisedim Dehari do të shprehej. Unë dëshiroj që Aliu të ndihmoj, të të nxjerrë faqe bardhë. Me ngjo Aliu që këto Baba Ejupin ta dishit nxjerrë faqe bardhë. Knajtësia din ku është baba. Ne përmendim shpesh figura qoftë ato kombëtare, qoftë filozof, botror, barkomtar tonët, por edhe profet. Po e veçanta në këtë moment që unë ndaj është Naimi, si një figurë e periudhës rilindjes tonë kombëtare, e shkrimit, e poezisë, e veprës, e gjurmëve që ka lënë në kombin tonë. Edhe do nisem nga Naimi që për këtë ditë thotë është ditë e re. Dita që sjell ngrohtësi, është dita edhe e verës, e pranverës në fakt, ku çdo gjë shkëlqen. Shkëlqen behari, shkëlqen njeriu, edhe vetë faktin që lind edhe lindja e Imam Aliut, ashtu. Edhe mua më krijon atë përshtypjen më të mirë të ditëve më të mbara, edhe për një moment tjetër, në këtë ditë ne kemi pas tubimin më të madh në Kërqov. Tani e kujtova duke lexuar atë pjesën e Naimit për këtë ditë edhe të ndërlidhem me fjalën urimin që më dhat ju, se në fakt interesant është edhe në atë moment që ne jemi nisë në rrugën e fitores Kërqovës, në këtë ditë na ka uruar Imam Aliu. Edhe urojt na përcjelli bashkë me ju, bashkë me komunitetin bektashian, mbarësia gjithmonë, shëndeti, suksesi, dhe përpiqemi të jemi me punë konkrete që të lejmë gjurmë të mbara, të lejmë vepra, që të mund pastaj çdo gjenerat, çdo pres të niset, të ketë një bazë për të vazhduar më tutje. Ne kemi shumë obligime, kemi shumë punë ndaj të gjithëve, ndaj qytetarëve, po me vullnet të mirë, me bashkëpunim, duke respektuar njëri tjetrin, duke vënduar në tavolinë problemet, jo duke i mbajtur poshtë tavolinës, zgjidhje ka gjithmonë. Edhe nga kjo ditë e mbarë, nga kjo ditë e madhe, uroj që të ecim mbarë gjithmonë. Faleminderit. Besimtarët bektashian në numër më të madh janë në Shqipëri dhe janë të vendosur kryesisht në jug të vendit. Bektashinjt janë të përhapur në Kosovë, por edhe në Maqedoni. Në mesin e trevave tona, ky besim është i përhapur edhe në vendbanimet tona këtu në Kërqov. Përfaqësuesit e bektashizmit kanë dhënë një kontribut të madh në çështjen kombëtare, duke filluar nga periudha e rilindjes kombëtare, pavarësisë dhe gjatë luftës për çlirim.